Mirëmëngjesi të gjithëve. Që në krye të herës dua t'ju falenderoj për kohën për të qenë këtu dhe nuk e kam këtë thjesht për mirësjellje dhe për kompromisin për t'u bërë që të ndjeni më afër me qëllimin e këtij aktiviteti, por realisht në emër të KQZ-s dua t'ju falenderoj dhe vlerësoj praninë tuaj këtu. Dua të falenderoj edhe prezencën e OSBE-s dhe në mënyrë të veçantë ambasadorin Taran për bashkëpunimin e vazhdueshëm me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në projekte të ndryshme. Në vim të kësaj mirënjohje dhe të këtij falenderimi kam edhe për ata të cilët e kanë mbështetur këtë projekt, qeverinë e Zvicrës, të Suedisë, të Polonisë, si dhe misionin e Shteteve Bashkuara të Amerikës në OSBE. Natyrisht që qëllimi i këtij takimi është që përsa një takim i tillë mundet ta bëj këtë, është nxjisi interesin më së pari të rinjve në procesin zgjedhor dhe në përgjithësi në pjesëmarrje e tyre në proceset e ndryshme politike. Kemi gjykuar dhe kemi vlerësuar që në kuadër të këtij qëllimi, më mirë se vetë studentët apo përfaqësues të kësaj kategorie, askush tjetër nuk mund ta bëjë këtë. Dhe ndaj kemi menduar që duke bërë një përzgjedhje të atyre të cilët kanë dëshirën, interesin dhe vullnetin për ta bërë këtë, të kemi një qasje të vërtetë dhe gjithë kategorisë votuesve për herë të parë, maturant apo dhe student vitit parë të studimeve të larta. Nuk kemi asnjë iluzion që kjo është një gjë kaq e thjeshtë dhe nesër tash të gjithë mezi po presin të votojnë, por gjithsesi është një hap i parë në drejtimin e dur dhe ndaj duam që t'ju falenderojmë dhe të nxisim të gjithë ata që janë këtu prezent, po dhe të tjerë të cilët do të bashkohen në këtë nisëm. Ju siguroj që do të jetë një angazhim interesant, ku i ka të gjitha brëndat, seriozitetin, edhe gallatën, edhe kjo mund ta bëj edhe më të rejse edhe për shokët dhe shoqet tuaja interesin për procesin zgjedhor. Kemi pasur një diskutim deri në ditën e fundit, deri dje, se si do t'i titullonim ata të cilët do të angazhoheshin këtu në këtë proces, jo ambasador, jo po tjerë, po dikush tha që nuk ishte termi shumë i gjetur dhe i kemi përkufizuar si influencer. Kjo mund të jetë më të rejse për pjesën më të madhe tuaja, se duke sigur çfarë do bëni dhe do dini në rrjetet sociale, po edhe do bëni diçka në fakt, me siguri. Shpresoj që kjo mos ky titullimi, përkufizimi mos ju vendosi në një lloj kështu stepje, sepse së fundi është folur që edhe këta influencerit do të jenë subjekte të pagimit të taksave dhe tatimeve, po kjo nuk është një veprimtari ekonomike, por është një angazhim shoqëror, me interes shoqëror, me dobi për shoqërinë. Për mos ta zgjatur, se vështirë që të mbash fjalime para një auditorit të tillë, se nuk është kaq e thjeshtë. Do përfundoj këtu duke ju falenderuar dhe shpresoj që me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të gjithë si grup apo individualisht, ju dhe shokët dhe shoqet tuaja keni interesin për të punuar në projekte të ndryshme. Faleminderit.